Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illa Allah waliyyus salihin wa usalli wa usallimu ala an-nabiyil mustafa al-amin al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yawmiddin. Të gjitha falënderimet të takojnë Allahut të madhruar, ai është i vetmi i deni dhe meritor për të qenë i lavdruar dhe i adhuruar. Përshëndetje dhe bekimet janë për të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët e tij dhe gjithë ata të cilët me mirësi dhe sinqeritet pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit kësaj bote. Allahun e madhruar e falenderojmë për të gjitha begatitë dhe mirësitë. E falenderojmë për ato që jemi të vetëdijshëm edhe për ato tjerat që janë më shumë. Sigurisht që nuk jemi të vetëdijshëm edhe nuk i numërojmë dot. Jemi mirënjohës në mënyrë të veçantë që na ka mundsuar sonte me u taku, me vazhdu shoqërimin tonë, me fjalët e tij, me udhëzimet e tij. Gjithnjë në përpjekjen tonë për të arritur më të mirën e asaj që mund të kuptohet prej fjalës së Allahut, prej udhëzimit, prej fesë së tij, e pastaj me zgjedh më të mirën edhe më të mundshmën e asaj që e kuptojmë për me apliku, duke e synuar kënaqësinë e tij, qoftë i lartësuar emri i tij. Sonte do të vazhdojmë me u shoqëru me një temë tjetër e cila ka lidhje me temat e javëve të kaluara. Javën e kaluar kemi marrë një shembull Ibrahimin alayhis salatu wassalam edhe për kushtimin e tij në kryerjen e detyrave, obligimeve, në përmbushjen e asaj që Allahu e ka obliguar me te, në raport me njerëzimin gjithsesi, po në raport me, e kemi përmend lidhjen e tij me babën e tij, po e kemi përmend gjithashtu edhe brengën e tij që lidhet me pasardhësit e tij. E çto do të vazhdojmë sonte me një temë kuranore, me një frymëzim, çysh na frymëzon Kurani për me e kultivu kujdesin për fëmijët, familjen dhe pasardhësit. Për shkak se secili njeri jeton mes tridetve, jeton mes të kaluarës dhe të ardhmes, po i jeton edhe të tashmen. Ndërsa besimtari në mënyrë të veçantë nuk e jeton vetëm çastin, edhe momentin e jetesës, po besimtari gjithnjë ka brenga, plane, synime, dëshira dhe preokupime edhe për të ardhmen dhe dashamirësia e besimtarit për të tjerat e te i kalon edhe dimenzionin e kohës. E dim në një kuptim më të gjatë se kjo çka po du me fol, e dim se besimtari është skajshmërisht dashameras, se këtë frymëzim e kemi trashëguar prej pejgamberëve të Allahut fuqiplot. Edhe kjo dashamirësi pra e i kalon të tashmen, edhe shndrohet në një dëshirë për të ardhmen. Dhe ajo dashamirësi vjen shprehje edhe theksohet ma tepër për atë sa është e madhe afërsia. Pra besimtari gjithku ja dën të mirën, por mas shumë të ja dën të mirën atë që e ka më të afërmen. Kjo për shkak se si obligim përputhet edhe me natyrshmërinë njerëzore. Nuk është e zakonshme, nuk është e rëndomtë që dikush me thonë valla unë e du filonin një vend dikun kush e diku ma shumë se sa familjarin, vllaun e nënset babas, ose prindin, ose evladin. Për atë arsye, Allah i madhruar, kur i ka qitë në sprovë besimtarët, nuk i ka qitë në sprovë me dashurin e të largëtve, po i ka qitë në sprovë me dashurin e të afërmve. Kul in kana abaukum, wa abnaukum, wa ikhwanukum, wa azwajukum. Në surën Teube ajeti, thuaj nëse prindrit tuaj, fëmijët tuaj, vllaznit tuaj, gratë tuaja, shtëpitë tuaja, pasunitë tuaja, tregtitë tuaja janë më të afërta dhe më të dashura për juve se Allahu dhe xhihadin në rrugën e tij, atëherë prisni çka ka me bë Zoti me juve. S'kish pas logjik, sikur të kish thonë Allahu, o njeri, një dost që e ki në Amerikë dhe një tjetër në Australi dhe një ku e diku, nëse shtajnë më të afërt të ti dhe më të dashur të ti se Allahu, atëherë prit çka ka me ndodhë me ty, për arsye se kjo s'ka logjik. Pra dashuria është të afërmit, e aty ku është dashuria, aty është edhe dashamirësia dhe kjo funksionon në një mënyrë shumë të natyrshme.
Kur jemi te dashuria për pasardhësit, për familjen e ngushtë dhe pasardhësit, atëherë duhet me e qitë në pah se ajo funksionon në një rrjedhë shumë të natyrshme. Pra, në Kur'an, e lexojmë Kur'anin prej fillimit deri në fund, nuk mundëm me gjetë ajet që thot dujini e vladët tuaj. Ose boni për ta kështu edhe kështu në kuptimin e asaj gatishmërisë çka është në gjendje njeriu me bë për ta në jetën e kësaj bote. Për prindrit gjejmë, për arsye se dashuria për me shku të prindrit, ani pse është e natyrshme, po megjithatë i vyn një farë motori për me e çu përpjet. Ndërsa dashuria të fëmijët lëshohet me ramje të lirë dhe s'ka nevojë për kur farë stimulime. E për çka pas ka nevojë, pra, ka nevojë ajo thjesht veç me u orientu. E Allah i madhruar në mënyrën më të mirë e ka orientu këtë dashuri e cila është e natyrshme, thjesht veç na i ka qelë syt neve nëpërmjet Kur'anit, nëpërmjet shpalljes në përgjithësi, se çysh duhet me e bë këtë dashuri të jetë më funksionale, po të jetë njëkohësisht edhe më e frytshme. Të gjithë ne së bashku e kemi dëgjuar fjalën e Allahut fuqiplot, ku thot ja ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. O ju që keni besu, mbrojini ose ruajini, sigurojini vetët tuaja në radhë të parë, pastaj familjarët tuaj prej zjarrit. Nuk bëhet fjalë këtu për ndonjë zjarr i cili eventualisht mundet me ra dikon në një, Allahu na ruajt, në një objekt ku ndodhemi, shtëpi ose çka do të jetë ajo, edhe tash me i thonë Allahu dikujt, nëse bjen zjarr në shtëpinë tënde, atëherë shpëtoje veten, po mos i harro edhe e vlat. Nuk është ky kuptimi. Për çfarë arsye? Për arsye se ai mekanizmi për me shpëtu veten edhe e vlat, ai funksionon, ai ekziston. Nuk është patjetër me kon besimtar për me ndodh kjo. Njeriu natyrshëm e bën këtë. Po kur thot Allahu ruajini vetët tuaja dhe familjet tuaja prej zjarrit, prej një zjarri, madje se ka ardhur në trajtën e pashquar, waquduha an-nasu wal-hijara. Lëndë djegse e cilët janë njerëzit dhe gurat. E na të gjithë e dim se lëndët për djegje në dunja sa më të thjeshta, sa më të imta, ndizën ma lehtë. Për shembull, kur dojmë me ndez një zjarr, zakonisht përdorim një letër, pastaj disa druj më të holla për mi ndez ato më të trashat. Por nuk na ndodh kurrë me ndez zjarr gur. Pse? Për arsye se ata nuk ndizën. Nuk ndizën në dunja, por në ahiret ndizën. Edhe nëse arrim me imagjinu një zjarr që lëndë djegse e ka gurin, Allahu na ruajt e ka njeriu, atëherë mendoj që na mjafton për me e kuptu se ai zjarr është shumë i rrezikshëm, shumë më i rrezikshëm se zjarri i kësaj bote. Edhe pikërisht për këtë Allahu i madhruar po na udhëzon që të marrim masa mbrojtëse, e ai zjarr nuk fiket me ujë, ose me këto mjetet e dunjas që përdoren për me fik zjarrin. Ai zjarr fiket me udhëzim në rrugën e Allahut fuqiplot. Ai zjarr fiket me përkushtim, vetanak në radhë të parë, edhe me përcjellje të mesazhit lidhur me atë përkushtim te gjeneratat që vijnë, rastin konkret te familja edhe e vladët. Edhe pikërisht kjo është ajo të cilën Allah i madhruar po e kërkon prej njerëzve, krahas asaj gatishmërisë njerëzore dhe të natyrshme, që prindi për e vladin e vet është në gjendje me bë çmos, me e bë dhe të pamundonën, ose besoj që nuk gaboj me thonë, me e bë edhe atë që se kishte bë për vete. Jam shumë i bindur që një prind normal është në gjendje me sakrifiku për fëmijët e vet, atë që se kishte sakrifiku për veten. Me e bë për fëmijët e vet, atë që se kishte bë për veten, e gjithë kjo është një potencial interesant të njerëzit, e që Allah i madhruar ka kërku prej neve që ta kanalizojmë në kahjen edhe ndrejtimin e duhur. Edhe ta komercializojmë, ta materializojmë. Të dyja këto shprehje janë të
jo adekuate, se s'bëhet fjalë për diçka komerciale edhe materiale, por ta bojmë për me konë e dobishme në atë që i shihet hajri edhe në dunja edhe në ahiret. Pra kur themi Allahu ka kërku prej neve që të mbrohemi prej zjarrit na bashkë me familjet tona, këtë e ka bo që ne ta kuptojmë rolin tonë në këtë jetë, detyrat që i kemi, edhe ta kuptojmë edhe rrugën ka hena të shku, pashmangshëm gjithsesi, pe ati dakiku që Allah i madhruar na ka kriju, se cili prej neve është duke udhëtu drejt ahiretit. Pashmangshëm, edhe s'ka shpëtu dikush që nuk e ka provu këte, që nuk ju ka nënshtru kësaj, mirë po mbetet pastaj ato udhët nuk qojnë të gjitha në të njëjtin destinacion, e mbetet në zgjedhjen e secilit, për vete edhe për familjen e vetë. Sigurisht që detyra për me ju lënë fëmijëve në trashëgimi udhëzim, lidhje të mirë me Allahun fuqiplot, edukat të mirëfillt, edukat e cila ka me prodhu mirësjellje e të gjithë e dima, jena mësu të e dëgju, unë jam mësu të e thonë, ju jeni mësu të e dëgju prej meje edhe prej hoxhallarëve më përgjithësi, se mirësjellja nuk është diçka që mirë është me e pas, po bën edhe pa te. Mirësjellja do të me e kuptu se është diçka e domosdoshme, se nuk bën pa te. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot: "Ekmelul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqa." Ma i përsosuni me iman prej të gjithë besimtarve është ai që është më i përsosun në kuptimin e njerëzorës gjithsesi me mirësjellje. Pra imani edhe mirësjellja që kanë në një lidhje të ngushtë, ku sa më prezente të jetë mirësjellja, sigurisht ajo është dëshmi e prezencës së imanit në zemër edhe në qenjen edhe në praktikën e besimtarit. E këte besimtari ka obligim me kuptu për vete edhe me apliku, po ka obligim edhe me e formulu në formë të mesazhit për me e përcjell te evladët e vet në mënyrën më të mirë, në mënyrën më të kuptueshme, në mënyrën më të thjeshtë njëkohësisht, për arsye se mënyra e thjeshtë e përcjelljes së një mesazhi a dini cila është? Sa më pak fjalë. Sa më shumë fjalë që të ketë mesazhi ai bëhet më i komplikuar. Bëhet vështirë me e majtë men, bëhet vështirë me e deshifru edhe me e kuptu, bëhet vështirë me e apliku. Andaj na këtë mesazh do të me e përcjell shkurt me fjalë e qëndrueshëm, me vepra edhe me model. Qysh funksionon ai modeli edhe i vetë neve në raport me ata prej cilëve mësojmë, që në radhë parë janë pejgambert e Allahut fuqiplot, e pastaj na kur themi pejgambert, asnjë pejgamber se kemi taku. Mirë po i referohemi gjithmonë për arsye se mësimet e tyre janë përcjell deri tek ne në mënyrë të sigurt. Por dikush i ka taku pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e tani dikush tjetër i ka taku ata që e kanë taku pejgamberin, e tjerë deri te na çështot. Domethënë ne këtë mesazh mundohemi me e kuptu sa ma mirë për me apliku, mirë po gjithmonë për ciljen e këtij mesazhi e ka shoqëru modeli edhe shëmbëltyra. E kemi përmend, s'ka nevojë me e përsërit, sa të mangët do të ishim, sikur të kishim veç teori, veç Kur'an, e të mos dinim ajetet e caktuara të Kur'anit qysh me apliku. Nuk do të imagjinohej, edhe nuk imagjinohet, edhe me thonë, hajde hipotetikisht me ardh dikush, ka kësi njerëz, besoj keni dëgju, që thojnë, lene sunetin, lene atë tjerë, veç Kur'an. Në rregull, veç Kur'an, po qitë Kur'an, si të qelim, çka kena me hasën te? Kena me hasë rëfim për Ibrahimin a.s. Apo, kena me hasë rëfim për Musajin a.s. Për tjetrin pejgamber, për Nuhun, për kështu me radhë, e tash ato rëfime, a ka ndonjë kuptim? A ka ndonjë porosi, apo veç hajtë qashtu sa me i lexu? Sigurisht që kanë kuptim edhe kanë porosi. E porosia është porosia e modelit, porosia e shëmbëltyrës. Edhe te edukimi i fëmijëve e kemi porosin e shëmbëltyrës. Në radhë parë të vepra Ibrahimit a.s. që e përmendëm javën e kalume, kur Zoti i tha, inni jailuke linnasi imama, unë ty kam të bëj model shëmbëltyr, prijes, yrnek për njerëzit pa përjashtim.
Ibrahimi me njëherë ju shfaq ajo brenga, ai preokupime. Kale o min dhurrijeti, o Zot, a pi bën edhe pasardhësit e mi. Allahu i tha po, i bëj edhe pasardhësit e tu me përjashtim të zullumçarëve. Ata që shmangën për rrugës drejt, s'ka lidhje pse është pasardhësi yti, ata nuk i prek kjo mirësi. Edhe Ibrahimi a.s. si rrjedhoi e kësaj, pastaj i kemi dëgju brengat e tij të formulume në formë të lutjeve. Qyshja ka bol lutjet Allahut fuqiplot, Rabbena li yuqimus salah, kur ka filluar të ankesën për vete, jo për Zotin. Po ankesa për vete bëhet njëri të e pranu dobësinë e vetë dhe të e pranu plot fuqinë e Allahut. Edhe Ibrahimi a.s. i thotë Rabbena inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytikal muharram. O Zoti im, unë një pjesë të familjes tem e lash të banoj në një lugin të shkret, pa gjallësa afër shtëpisë tonë dhe të shejt. Edhe tash në këtë rast, ç'kjo është ankesa, ç'kjo është pafuqia. Kërkesa nuk është o Zot le të kenë çka me hongër edhe me pi, apo jo. Mirë po kërkesa është Rabbena li yuqimus salah. O Zoti im, le ta falin namazin. Le ta falin namazin. Ç'kjo ishte derthi i Ibrahimit alayhis salatu wassalam. Pse? Se Ibrahimi alayhis salatu wassalam e dinte fare mirë se njeriu të cilin Allah i madhruar e ka kriju, ai ka të garantuar edhe rrezikun. E ka të garantuar me çka ka me hongër, çka ka me pi, çka ka me shfrytzu, çka ka me vesh, çka ka me math, me çka ka me hec e kështu me radhë. Të gjitha këto i ka të garantuar. Edhe për këtë arsye, pse më lyp një gjë të cilën Allah e ka garantuar? Pse më lyp një gjë e cila a e pate me bollëk, a e pate mongut, as ki me u shpërbly më shumë, as ki me u marrë në përgjithësi në kuptimin që nëse je i pasur, nëse i varfër, s'ki përgjithësi. Tonë kemi qef me konë të pasur, po s'jemi të gjithë të pasur. Edhe ai që është i pasur nuk është se është më i mirë, ai që është i varfër nuk është se është më i keq. Ai është zgjedhja e Allahut fuqiplot. E këtu pastaj Allahu neve na e kalon një zgjedhje të bëhemi të mirë apo jo. Pra jo të kemi të hamë të pim, po të kemi devotshmëri apo e falim namazin as po e falim namazin, e që kjo është brenga e një babe të mirë, i cili shembull e ka Ibrahimin alayhis salatu wassalam. O Zoti im, fëmijët e mi le të falen. Për kur gjë tjetër s'jam ngosht. Kur gjë tjetër nuk lypi pej teje. Këtë edukat, kësaj lutje ju ka përgjigjë Allahu fuqiplot. Ibrahimi alayhis salatu wassalam i kishte 2 djem. Të dytë ju kanë falë, apo jo? Qysh jo, se të dytë janë konë pejgamber. Po për njërin, ai sigurisht të dytë janë në atë vinë e pejgamberllokut, po për Ismailin alayhis salatu wassalam, Allahu kur flet në surën Maryam, thot innahu kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana 'inda rabbih mardiya. Ismaili thot i urdhronte shumë familjarët e tij që të falen edhe të japin zakat. Për shkak të kësaj Allahu ishte i kënaqur me te. Tash ku kemi modelin tjetër, shëmbulltyrën tjetër. Ibrahimi alayhis salam pris kandil ndriçues, o Zot le të bëhen edhe pasardhësit e mi. Do të bëhen disa. Ismaili alayhis salatu wassalam i urdhëronte familjarët e vet me namaz dhe me zakat, për shkak të kësaj Allahu u bë i kënaqur me te. Edhe kështu vazhdojnë rrëfimet e shumta të Kuranit fammadh që na japin një model praktik shumë të kuptueshëm edhe shumë lehtë të aplikueshëm, që na si njerëz nuk na mbetet tjetër veç se me mush praktikën tonë, pikërisht me çato rreze edhe me çat pozitivitet të cilin e kanë promovu pejgambert e Allahut fuqiplot. Po du me e marrë një shembull praktik nga Kurani fammadh për një person që është përmendur në Kur'an me emën. Ju e dini që në Kur'an janë përmend disa njerëz me emna të përveçëm. Pejgamber prej tyre janë përmend 25. Po ka edhe njerëz tjerë që janë përmend me emna, edhe ka njerëz tjerë që janë përmend me vepra në kuptimin pozitiv. Ka edhe njerëz tjerë që janë përmend me emna në kuptimin negativ, për me marrë ibret prej tyre. Mirë, po këta në kuptimin pozitiv janë përmend që ne të marrim shembull edhe atë shembull të aplikojmë në jetën tonë. Një prej tyre është Lukmani, që një kaptin e Kur'anit quhet me emrin e tij. Sureja
Lukman, ose Lukman. E Lukmani nuk dihet me siguri nëse ka qenë pejgamber, si mas gjitha gjasave jo. Allahu e përmend se ja ka dhënë urtësinë, wa laqad atayna Lukman al-hikma. Lukmanit ja kemi dhënë urtësinë. E urtësia, po menoj në ajetin e 12 surës Lukman, Allahu thotë kështu: wa laqad atayna Lukman al-hikma. Lukmanit ja kemi dhënë urtësinë. Në tjetër vend në Kur'an, surën Bekara, Allahu tregon se kujt ja ka dhënë urtësinë, o men yu'ta al-hikmata faqad utiya khayran kathira. Ati që i jepet urtësia, i është thënë mirësi e madhe. Urtësia në këtë rast është më pak se pejgamberllëk, mirë po nën çat nivelin e pejgamberllëkut nuk besoj të ketë mirësi më të madhe dhe më me vlerë se sa urtësia. Edhe e urtësitë të Lukmani, Allahu thotë, ja kemi dhënë urtësinë Lukmanit e nishkur lillah. Bëhu mirënjohës për Allahun. Tregohu falëndërues për Allahun. Dhe Allahu pastaj i ka tregu, sikurse e përmend në vim të ajetit, o men yashkur fa inma yashkuru li nafsihi. Ai i cili bëhet mirënjohës, është mirënjohës për vete. O men kafara fa inna Allaha ghaniyun hamid. Edhe ai i cili bëhet mos mirënjohës, ose mohuesi të mirave, Allahu është i pavarur edhe i përlavdëruar. Ja kemi dhënë Lukmanit urtësinë, bëhu mirënjohës ndaj Allahut, kush bëhet mirënjohës e ka për veti, kush bëhet mos mirënjohës edhe ai e ka për veti, Allahu është i pavarur. Çka do të thonë kjo Allahu është i pavarur? Kjo do të thonë se Allahu nuk ka nevojë për mirënjohjen tonë. Nuk e bën ma Zot mirënjohja jonë. Edhe nuk e bën ma pak Zot mirënjohja e kujt do. Vetë njeriu pas ka nevojë për mirënjohje, edhe vetë njeriu po u rrezikoj ka për mos mirënjohjes. Edhe kjo ndoshta është baza e urtësisë. Përderisa Allahu po e përmend urtësinë që ja ka dhënë Lukmanit si mirësi, e pastaj po e përmend në zbërthim senin e parë mirënjohjen edhe mos mirënjohjen, atëherë kjo qenë ka mirënjohja ndaj Allahut për të gjitha begatit, qenë ka baza e urtësisë. Menjëherë mas kësaj, Allahu po e përmend në ajetin 13 të surës Lukman, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ja bunayya la tushrik billahi inna ash-shirka la dhulmun 'azim. Dhe kujto kur Lukmani i tha të birit, duke e këshilluar atë, pra duke qenë se ishte duke e këshilluar, në mes atyre këshillave i tha: ja bunay, o djali im i dashur. Emër përkthels, thirrje përkthelse ja bunay. La tushrik billah, mos i bëj në asnjë mënyrë shirk Allahut. Mos i shoqëro Allahut askënd edhe asgjë në atë që në mënyrë ekskluzive i takon vetëm Allahut fuqiplot. Çka do të thonë la tushrik? Allahut i takon ibadeti, madhrimi, frikë respekti, mos i jep kërkuj hisen në këtë. La tushrik billah, inna ash-shirka la dhulmun 'azim, dhe dije se shirku është zullum i madh. Çka do të thonë është zullum i madh? Do të thonë është shmangje e rrezikshme prej asaj çka është e duhuna, prej asaj çka është korrekte. Elhamdulillah. Yadikumullah assalamu alaikum. Shmangje e rrezikshme prej asaj çka është e qëllume. E duhuna çka qenë ka, Allahut mos me i bë shirk, po me e njësu Allahun me ibadet, me përulje, me përkushtim. E shirku është shmangje e rrezikshme prej kësaj rruge, edhe është zullum i madh. E keni dëgju kur ka zbrit ajeti i surës An'am, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ata të cilët besuan dhe imanin e tyre nuk e përzin me zullum, atyne u takon siguria dhe këta e në rrugë të drejtë. Sahabet kur e dëgjuan këtë ajet u shqetësuan. Thanë ja Rasulullah, na me besu po besojmë, po kush prej neve nuk e ka përzi imanin e vetë me zullum, se ton të paktën vetës i kemi bo zullum. Me ndoni mendim të keq, me ndoni fjalë të pamatër, me ndoni veprim të paqëllum. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, nuk është kjo punë që po ju shqetëson juve ashtu që keni kuptuar jo. Është ndryshe. I thonë, e si është ndryshe? Ju thotë, a nuk e keni dëgjuar fjalën e Lukmanit, e njeriu të urtë, i cili i thotë të birit, o bir,
mos bëj shirk se shirku është zullumi i madh. Thot po, thot imani është shumë e rëndësishme mos përzihet me shirk, se për ato gabime tjera të cilat në një farë mënyrë janë edhe njerëzore, janë të natyrshme, ato nuk e rrezikojnë esencën e imanit. Këtu e vrem në rrugëllazën se Lukmani, Allah qoftë të kënaqur me të, në mënyrë të vazhdueshme e ka këshillu fëmijën e vet. Ka pas gajle, ka pas preokupim për këtë punë. Edhe krahas kësaj e ka thirr me emër për gdheles. Kjo tregon se të vërtetën të cilën besimtari e ka përqafu, mundohet me promovu, besa mundohet me përcjell të tjerët me thirrjen e tij, me modelin e tij, me këshillat e tija, nuk do të me e thonë do si do. Na shumë shpesh përballemi me situata në cilat dikush i kapon për një euforie të paven, thot, po kjo është e vërtet, unë për të vërtetën s'li për kërkan. Po vlla, e vërteta është e vërtet, kjo është një kapitull. Kapitulli i dytë është qatë vërtet qysh po e thu, qysh po e promovon, me çfarë ambalazhe po e mbështjell, për arsye se e vërteta në të gjitha rrethanat është e bukur edhe e mirë edhe e pranueshme. Mirë po nëse të vërtetës i bëhet ambalazhim i keq, i bëhet marketing i keq, atëherë nuk është e meta e të vërtetës, është e meta e atij i cili po e ofron atë si artikull. Pra, nëse pejgamberit vet Allahu i ka thonë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, për shkak se Allahu ishte i mëshirshëm me ty, ti u tregove i butë me ta. Fe bima rahmetin min Allahi linta lahum. Walau kunta faddan ghalidha al-qalbi lanfaddu min hawlik, sikur ti ishe i vrasht edhe i keq e arrogant, ata do të largoheshin prej teje. Kjo do të thotë se edhe mënyra se qysh komunikon me tjerët është e rëndësishme, nuk është vetëm përmbajtja e asaj çka ki me thënë. Për arsye se përmbajtja mundet me qenë mirë, mënyra e keqe njerëzit ikin prej teje. Atë arsye pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë: "Ma kana ar-rifqu fi shay'in illa zanah, wa ma nuzi'a min shay'in illa shanah." Butësia me çdo gjë që shoqërohet e zbukuron. Edhe butësia në çdo gjë që mungon e shëmton. Një gjë shumë, po themi kështu hipotetik, një gjë shumë e shëmtuar mundet me kon, me butësi mundet me u dokse e bukur. Një gjë shumë e bukur me kon, pa butësi doket e shëmtuar. E kjo gjithsesi është te mënyra e komunikimit dhe te mënyra e sjelljes, nuk kemi na diçka tjetër. Na s'kemi ndikim të e vërteta për me i dhënë asaj tjetër trajt. Po kemi ndikim që të vërtetën me e prezantu çashtu qysh është. Thjesht veç mos me lënë gjurmët tona, a e keni pa një diçka që shkëlqen, xhami për shembull, me prek me gishta jesin gjurmët. Me prek një gjë tjetër me gishta nuk jesin gjurmët, do e mos. Po te ato që janë shumë të pastërta jesin gjurmë, për atë arsye na duhet me kon shumë të kujdesshëm sidomos te gjanat e mira, të pastërta e të bukura, se sa më pak gjurmë tona e sa më tepër pastërti të asaj të cilën po dojmë me ofru në rastin konkret është e vërteta. Kësaj pejgamberët e Allahut edhe ata që kanë ecë rrugës tyne kanë qenë të kujdesshëm. Pra ajo që po e mëson Lukmani të birin ishte shumë e bukur. Ishte shumë e vërtet. Lukmani e kishte edhe autoritetin, sa ishte baba. Fjala bab në kuptimin e duhur edhe në kuptimin e paven, po gjithmonë përdoret për ai që ka ndikim, ti shtin dy kom një këpucë. Edhe ta ofron ose të mirë ose të keqen edhe s'munësh dy fjalë me apo. Çati i thonë bab. E duke qenë ky baba nuk deshti me e bë të vërtetën të imponume, se kur është imponume, mundet me kanë edhe e këndshme për natyra njerëzore nuk e pëlqen. Natyra njerëzore e pëlqen atë që ofrohet me butësi, edhe për këtë arsye Lukmani zgjodhe të birit me i thonë, o djali jam i dashur, o biri jam i dashur. Edhe tash një thirrje e këtill do të me konë burim frymëzime edhe për neve. Kujt do që ti drejtohemi, me ju drejtu me fjalët më të bukura, më përgdhelëse, me përmenin dietarët e Islamit, thojnë prej etikës islame është, kur ti drejtohesh kujt do. Nëse themi të fillu prej më të afërmve, babës, mos i thuj plaku, mos e thirr namën. Gjeje një shprehje e cila ati mundet me i pëlqy mas shumë të edhe që ashtu thirre.
nona është kësaj, bashkëshortet ndërmjet vete. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përgdhel bashkëshortet e veta, i ka thirrë edhe me emra përgdheles. Po jo vetëm bashkëshortet, edhe shokët e tij edhe fëmijët e sahabeve i ka trajtuar me butësi edhe me dashuri. Pse? Për arsye se çka i çel rrugët e komunikimit, i largon të gjitha pengesat në komunikim. Edhe paramendo që një kujdes në tërheqjen e vëmendjes së dikujt, kur i largon të gjitha pengesat në komunikim, a e din sa natyrshëm pastaj ajo e vërteta, e mira, e duhuna, e qëllumja, e rrjedh edhe depërton deri te ai. E këshilla e parë që Lukmani po ja jep të birit, shmang jo shirkut. Pse? Për arsye se ky është rreziku më i madh. Ky ajet na jep një dëshmi interesante shumë. Na jep shumë dëshmi, shumë mësime. E para, nëse Lukmani lavdohet në Kur'an pse i ka dhënë këshilla të birit, e që e përmenda në fillim, e dashnia edhe dashamirësia shkon natyrshëm ka fëmijët, ka evlad. Paramendo sa është vlera e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili çështo e ndoshta edhe më mirë i ka trajtuar të gjithë njerëzit. Jo vetëm familjarët e vet, jo vetëm të afërmit e vet, po të gjithë, madje i ka trajtuar edhe kundërshtarët e vet, çështo me butësi edhe me mirësi. E dini rastin atij kur ardh Utbe ibn Rabia me i thonë, nëse je smut po ta xhojmë një mjekë, nëse je kështu po ta bëjmë këto, nëse dom parë po mbledhëm parë, kështu. Oferta, ato si kanë oferta të përzemërta, ato kanë oferta ofenduese për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, edhe ky e ka ngu me vëmendje alayhi salatu wasalam, edhe në fund çka i ka thonë? I ka thonë e feraghte ja Abul Walid. A e përfundove çka patë me thonë o baba i Walidit, çka Abul Walid kunja që i thojnë baba i filanit, është thirrje përgdhelëse. Do thonë ka gjetë forcë pejgamberi alayhis salam edhe kundërshtarin e vet me e trajtu me mirësi. Kështu i ka trajtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të gjithë, e kjo sjellje e Lukmanit e çetën pah, duke qenë është kaq e mirë prej Lukmanit për të birin, paramendo sa e mirë është prej pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam me të gjithë njerëzit pa përjashtim deri edhe te kundërshtarët e tij. Pastaj, duke qenë se ka fillu me shirkun, e kuptojmë se nuk po mësoj kanë të gjitha gjanat për njëherë, edhe me dasht. Njeriu nuk është makinë që mund është për njëherë me instalu aty një program edhe një bazë me dhona dhe pastaj ato rrinë aty. Jo, njeriu mëson gradualisht. Edhe Islami ka zbrit gradualisht, edhe Kurani është shpall gradualisht, edhe ai gradualiteti gjithsesi e ka një rënë. Rani është me fillu prej gjanave më të rëndësishme e me kalu tek ato të cilat janë të rëndësishme e pastaj të rëndësishme, se s'ka të pa rëndësishme në Islam. Nëse Allahu ka shpall një ajet për diçka, ai nuk është e pa rëndësishme. Nëse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë një hadith për diçka, nuk është e pa rëndësishme. Misfaku nuk është i pa rëndësishëm. Me hin xhami me kom djathtë, me dal me të majtun, nuk është e pa rëndësishme. Po nuk është nëse e pam dikon të hi me kom të majtë xhami së bo nami, se pam të bo shirk. Domethënë që kjo është ajo e renditja simbas peshës edhe prioriteteve që Lukmani, Allahu qoftë i kënaqur me te, bekimet e Allahut qofshin mbi te, po na mëson nëpërmjet këtyre këshillave që po ja jep të birit, duke i thonë mos i bën Allahut shirk, se shirku është zullum i madh, është devijim i madh. Pastaj janë dy ajete, ajeti 14 e 15 flasin për temën e cila natyrshëm vjen mas shirkut ose mas urdhrit për njësim të Allahut fuqiplot. Cila tema? Respekti për prindrit. Sa bukur i ka lidh Kurani këto gjëra, sa bukur i ka rendit Allah i madhruar këto gjëra në Kur'an. Në këtë sure këto, në surën Isra, në vendet ndryshme në Kur'an, Allahu urdhëron në tauhid ose ndalon prej shirkut, mas kësaj më një herë përmend respektin për prindrit. Dy ajete vinë si këshilla të Allahut fuqiplot për neve, jo si këshilla të Lukmanit për të birin, po derisa është konteksti s'prish punë, po e kaloj si temë se do ta trajtojmë ndonjëherë inshallah në mënyrë të veçantë. Po vazhdojmë te ajeti 16 ku Allah e përshkruan çka i ka thonë Lukmani të birit, ja buneja, o biria i dashur, ja buneja, o biria i dashur. Innaha in taku mithqala habatin min khardalin, fatakun fi sakhratin, aw fi as-samawati aw fi al-ard ya'ti biha Allah. O bir, çfarë do punë që të bësh,
e që në sytë tu mundet me u dok e imt, e pavler. Mithqale habbetin min khardal, sa një kokër e susamit, ose edhe ma e vogël se ajo. Susamin, a i keni pa, kur ha njeri në i gjevrek ose në i diçka që ka susam, kur s'mun është këtë ato farat e susamit me angër. Gjysa të binë në tokë, muno është apet mi mledh pak, asje, po na një, pse ka bol, edhe nuk janë të qash me rëndësi, nëse të ka met në një, nuk është që ke humbë shumë. Edhe Lukmani po i thot të birit, edhe qash nëse është në një vepër, edhe është në një shkambë të largët dikon ose në qilë ose në tokë, Allahu ka me e pru atë. Ka me e pru dhe ka me ta qitë për para si vepër, si vlerë ose si përgjithësi. Inna Allahe latifun khabir, se Allahu i din hollësisht gjanat edhe hollësisht është i informum për çdo gjë. Pastaj vjen ajo këshilla, s'po them kryesore, pa ajo këshilla e rëndësishme që na në praktikën tonë për një mend duhet me praktiku. Ja buneje iqimis salah. O djali jam i dashur. Falë namazin. Falë namazin. Para mendoni kur thojmë na, po çka po i jepni zor namazi. Thuse veç ju e keni këtë farpun, veç ju ja keni mësy xhenetit. Jo vëlla, krejt njerëzit që kanë qenë në rrugë të Allahut, foqiplot ton kanë thonë namazi. Secili prind i mirëfillt e ka urdhënuar evladin e vet me fal namaz. Secili pejgamber e ka urdhënuar umetin e vet me fal namaz. Aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wa nha 'anil munkar. Falë namazin, urdhëron punë të mira, ndalo prej të këqijave. Wasbir ala ma asabek. Dhe bëhu i durueshëm në ato që ka me të godit. Bëhu i durueshëm në ato që ka me të gjet. Kjo e fundit, sidomos bëhu i durueshëm në ato që ka me të godit, sikur na jep me kuptu se gjithsesi kanë me ndodhë gjona të pakandshme. Nëse e beson Allahun që është do të edhe i shmange shirkut, nëse i kujdesshëm në veprat që i bën, se sa do e vogël me kon, Allahu ka me ta qitë për para, nëse e fal namazin, urdhon punë të mira, ndalon për të këqijave, ka me ndodhë diçka që prej te ka me lyp sabër. Çka është ajo që ka me ndodhë? Dikujt kimi azon rrugën, dikujt kimi u bo pengesë, dikujt kimi aprish qefen, dikujt kimi çrregullu terezin, edhe si rrjedhoj njerëzit nuk janë tonë që e kalojnë në heshtje ato çka e oprish terezin, kështu se dikush mundet edhe me reagu, andaj Allahu po thot, wasbir ala ma asabek, bëhu i durueshëm në atë që mundet me të godit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur u bë pejgamber, shpallja sefte kur erdhi shpallja, në shpellën Hira, ajetet Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. I ku prej shpelle i trishtum se kur s'kish pa ashtu diçka. Do dinë e përjetoi ran, e kapën ethet, i tha gruz vet mlam se marova, kur i erdhën veti pak, i tregoi Khadijës radiallahu anha, i tha çështo më boni vaki. Ajo ja tha ato fjalë të famshme, mos u bën marak, se ti je njeri kështu ja përmend virtytet, ty Allahu nuk të lën me shku poshtë. Po hajde shkojmë te ai kushërini jam, ora ka i bën Neufeli, se ai ka dije, mundet me na kallëzu çka të ka ndodhur. Edhe kur shkojnë atje i kallëzon ai thotë çka ke përjetuar ti është ajo që ju vjen pejgamberëve, si u ndodh njerëzve të rëndomt. Edhe tash ai plaku, edhe i verbët, edhe i më shumë e lëshon një pëshërtim. Thot, tisha kon i ri, kur kanë me të përzon për i Mekës, e me të një mu. Për nga mirë sallat në çuditat, pse thot me më përzon? Çka ju kumbone që me më përzon? Për nga mirë sallat në të e njoft, 40 vjetë e ka njoft në Mekë si njeri i mirë, njeri i besueshëm, njeri i sjellshëm. Edhe tash i ndodhe e çka i ndodhe e trishtoj, ky hala po i thot kanë me të përzon. Po pse me më përzon? I thot për shkak se asnjë njeri para teje nuk i ka ardhur njerëzimin, me çka i ka ardhur ti, e që nuk e kanë armiqsu. Edhe këtu Allahu po na thot wasbir ala ma asabek, edhe bëj i durueshëm se sa herë të bëjsh hajër edhe mirë, njerëzve kimi u pengu, njerëzit kanë me të marrë në shënjestër. Ama kur të bësh i durueshëm, inna dhalika min azmil umur, të gjitha punët e mëdha që tu lidhen. Inna dhalika min azmil umur, të gjitha punët e mëdha që tu lidhen. Ku? Te sabri. Ose ku? Te namazi, urdhërimi në punë të mira, ndalimi prej të keqave dhe sabri.
Mundëm me marrë sabrin, se i përfshin edhe ato, ose mundëm me i marrë të gjitha së bashku. Pastaj vazhdon Lukmani me e këshillu të birin, që përshkruan Allah në ajetet 18 dhe 19 surës Lukman. Mos harroni, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 8 ajete surës Lukman, lexojeni kur shkoni te shtëpia, në mushaf jon rrafshni faqe. Lexojeni me vëmendje, lexojeni një 3-4 herë dhe munoni me zgjedh veten çdo ajete. Në këto dy të fundit, pi thot wala tusa'ir khaddaka lin-nas, wala tamshi fil ardi maraha. Mos ja u kthe shpinën njerëzve. Është dikush të fol me ty ose dhën dikush me të fol, edhe ti të shfjet të eksyr, më kthy edhe me ec, me elon njeriu. Se kjo është manifestimi i arrogancës. Wala tamshi fil ardi maraha. Po edhe kur s'është kërkush të fol, ti mos hec nëpër tokë krelart. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, se Allahu i madhruar nuk e don asnjë që është arrogant edhe mendje madh. Waqsid fi mashyik, kur të ec me maturi, waghdud min sautik, edhe kur të fol me zot qet. Inna ankara al-aswati la sautul hamir, për arsye se prej zonave më i urrymi është zoni i gomarit. Pse? Për arsye se edhe bërtet shumë edhe e ka zonin të partikullur. Pa nota, të keqe ka. Përsa ta është i urrym, e zoni i madh, dikush mundet me e pas zonin pa nota, po të paktën mos e ngrit, mos i shqetëson njerëzit. Fol qetë, se kur fol qetë zoni del bukur. Qëto ishin këshillat shkurtimisht të Lukmanit për të birin, si model për secilin prej neve, në përpjekjen për me e çu në vend urdhrin e Allahut fuqiplot, që me i rujt edhe me i mbrojt vetët tona edhe familjet tona prej dështimit në dunja, edhe prej përfundimit në xhehenem në botën tjetër. Allahu ju shpërbleft për vëmendjen. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.